Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Nuk jemi ndarë kur, reagon Brikena pas ribashkimit me Mateon. Ata që menduan se ndarja mes Brikit dhe Mateos ishte përfundimtare, me siguri janë befasuar nga zhvillimet e fundit. Ndonë se rrugët e tyre u ndan pak kohë më parë dhe fillimi i sezonit të Top Arenës i gjeti të ftohtë në skaje të ndryshme, skena e përbashkët ka shërbyer si vend pajtimi i tyre. Gjithçka ka ndryshuar kur në studio kanë mbërritur dy këngëtarë të njohur shqiptar për të performuar një këngë mjaft të veçantë për ish çiftin. Bëhet fjala pikërisht për të njëjtën këngë që u interpretua si surprizë romantike gjatë kohës që ata ishin në Big. Në tingujt e kësaj këngë, Mateo ka hedhur hapin e parë duke shkuar drejt Brikenës dhe duke e ftuar atë për një vallëzim. Ky moment është shoqëruar me një përqafim të ngrohtë mes të dyve, duke shënuar zyrtarisht pajtimin e tyre dhe duke lënë pas çdo keq kuptim apo distancë të ditëve të fundit. Pas këtij ribashkimi nuk ka munguar dhe deklarata e Brikenës. Ajo shfaqet të jetë e lumtur me një buzëqeshje të gjerë teksa shprehet: "Jam shumë e lumtur, shihet, kjo gjë me personin e dur nuk mjafton një jetë për ta kaluar", thot ajo.